Tragjedin në një anije turistike në Greqi, antarja e ekipazhit gjendet i pajet. Tragjedia ndodhi të mërkurën në një anije pasagjerësh turistike që po lundronte në Marina Alimos, ku një i huaj 38 vjeçar antarja e ekipazhit u gjet brenda anijes pa shenja jete. Sipas informacioneve fillestare nga autoriteti portual, buri fatkeq i cili punonte në gabin u gjet i mbyllur në tualetin e anijes dhe kishte marrë një plag nga një objekt impret me shumë mundësi thik. Buri pa fat që kërkohej nga ekipazhi, oficer të rojës bregdetare dhe një patolog mjeko-ligjor nxituan në vend ngjarje, të cilët pritet edhin dritë mbi shkaqet e sakta të vdekjes. Rrethanat në të cilat ndodhi aksidenti mbeten të paqarta, ndërsa një hetim paraprak po kryhet nga autoriteti qendror portual kompetent.